Mirë se vini në kanalin ton, mos harroni të bëni subscribe dhe të klikoni si përzdiles për të marrë njoftimet më të reja. Faleminderit! Personat që han kos në darkë duhet urgjent ta dëgjojnë këtë, do ngeleni pa fjalë. Kosti sigurisht që është një produkt mjaft ushqyes dhe me vlera. Megjithatë, ndodh që disa personave ju shkakton më shumë dëm se sa dobi në krahasim me disa të tjerë. Produktet e qumshtit, si për shembull kosti, ka avantazhet e tij shëndetësore. Mirë po, është e rëndësishme të kuptohet se në cilën kohë të ditës është më mirë të konsumohet. Kosti është një nga ushqimet më të preferuara, sidomos gjatë stinës së verës. I pasur në proteina, forcon sistemin tuaj imunitar. Ka kalcium, çka ndikon edhe në shëndetin e kockave, të ndihmon të biesh nga pesha, të mbron nga i ftohti dhe gjithashtu virozat, por mbi të gjitha përmirëson sistemin tuaj tretës. Megjithatë, nuk rekomandohet që të konsumohen gjatë orëve të mbrëmjes sepse krijojnë mukozë në kanalin e hundës. Për ata të cilët vuajnë nga astma, alergjitë dhe ftohjet, mund të vuajnë edhe më shumë, por edhe do t'ju përkeqësojë simptomat. Gjithashtu kosti përmban baktere të mira të cilat ndihmojnë në tretje. Mirë po, vonë në mbrëmje këto produkte shkaktojnë fryrje në stomak si edhe djegësirë. Për këtë arsye, nuk do të mund që të flini gjumë rehat. Gjithashtu, nga ana tjetër, këto produkte të qumshtit ndihmojnë edhe procesin e tretjes, por gjithashtu rregullojnë edhe shëndetin e zemrës. Dhalla është kosti i holluar me ujë, ndaj përfitimet shëndetësore që ne kemi prej saj janë të njëjta si ato të kostit. Dhalla ka probiotik, baktere të mira, aqetike për mirëqenien e zorrëve. Nëse vuani nga diarrea apo fryrja e barkut, dhalla është një ilaç natyral dhe i përkryer. Kosti është një nga produktet më të shëndetshme të qumshtit, i cili është i pasur me lëndë ushqyese. Nga ana tjetër, kosti përmban vitamina B, fosfor, magnez dhe proteina. Gjithashtu ai siguron një sasi të mirë të probiotikëve, të domosdoshëm për shëndetin e sistemit tretës. Por, ka disa raste që gjatë konsumimit të tij mundet që të përjetoni një ndjesi djegjeje në gojë. Është i skaduar. Shumica e produkteve të kostit në shitje përmbajnë konservues kimik të cilët zgjasin jetëgjatësinë e tij. Kur kosti është i skaduar, ai mundet që të shkaktojë ndjesinë e djegjes në gojën tuaj. Dhe sipas ekspertëve, në qoftë se ju vëreni se ka një ngjyrë të çuditshme ose një erë tepër të pakëndshme, ai mundet që të jetë edhe i skaduar dhe më e sigurt është që ju ta hidhni. Aciditet i lartë. Nëse kosti është prodhuar me qumësht të thartë, ai mund të bëhet akoma edhe më i thartë nëse lihet jashtë, sepse pH-i që ndryshon duke e bërë atë më acid mundet që të jetë i dëmshëm. Kjo bën që kosti të shkaktojë edhe një ndjesi djegjeje, ndaj këshillohet që të mbani gjithmonë kos në frigorifer. Alergjitë. Disa njerëz janë alergjik ndaj laktozës dhe kjo mundet që të shkaktojë ndjesinë e djegjes gjatë konsumimit. Simptomat të tjera përfshijnë një ndjesi kruari ose ndjesi shpimi rreth buzëve dhe gojës, ëndje të buzëve, gjuhës ose fytit, vështirësi në frymëmarrje dhe gjithashtu ndonjëherë të villa. Kërkoni menjëherë kujdes mjekësor nëse përjetoni ndonjë nga këto simptoma pasi keni ngrënë kos. Gjithashtu, mund të prekeni edhe nga infeksionet e gojës. Sipas ekspertëve, ekzistojnë gjithashtu edhe disa infeksione të cilat mund t'ju bëjnë ju që të përballeni me ndonjë infeksion ose sëmundje kërpudhore e cila mundet që të shkaktojë djegjen e gojës nga ushqimet acidike.
Këto janë arsyet se përse mund që të përjetoni një ndjesi djegje në gojë kur hani kos. Mirë po, përveç këtyre informacioneve, ne nuk duhet të lëmë pa përmendur faktin se kosi mbetet një nga ushqimet më të rëndësishme për shëndetin. Kosi është një produkt i mrekullueshëm për të konsumuar, si nga të rriturit ashtu edhe nga fëmijët. Ai prodhohet nga fermentimi i qumshtit dhe është i pasur gjithashtu me proteina, kalcium, vitaminë B6, B12 dhe probiotik. Ne këtu do t'ju listojmë disa prej arsyeve më kryesore se përse ju duhet që të hani kosë çdo ditë. I bën mirë stomakut. Kulturat e gjalla tek kosi janë efikase kundër konstipacionit, diarres, inflamacionit dhe gjithashtu sëmundjeve të zorrës së trashë e të tjerë. Këto probiotik përforcojnë imunitetin dhe e mbrojnë stomakun nga infeksionet. Osteoporoza. Brishtësia e kockave vjen si pasojë e ndryshimeve hormonale dhe mungesës së vitaminave D dhe kalciumit. Kosi gjithashtu është i pasur me kalcium dhe konsumimi i rregullt i tij përmirëson strukturën e kockave. Tensioni i gjakut. Studimet gjithashtu kanë konfirmuar se produktet e bulmetit kanë aftësinë që të rregullojnë tensionin tuaj të lartë të gjakut, i cili do të bjerë me 50%. Pesha ideale. Sigurisht ju duhet të dini se kosi është ideal për të kufizuar kaloritë. Ai shuan urinë dhe nepsin për ushqime të ëmbla. Pasi përthithet kalciumi nga kosi, i cili ndikon që qelizat e yndyrës të ulin prodhimin e kortizolit, ndërkohë që aminoacidet djegin yndyrën e tepërt. Rekomandimet gjithnjë për kosin natyral me pak yndyrë. Skuqjet e lëkurës tek bebet. Ky ushqim është ideal për lëkurën e ndjeshme të bebeve. Atë ju mundet që ta përdorni për të trajtuar skuqet në lëkurë të cilat janë të shkaktuara nga pelenat. Vitaminat. Kosi përmban gjithashtu fosfor, kalium, jod, zink dhe gjithashtu vitaminën B5 dhe B12. Kjo e fundit është një vitaminë shumë e rëndësishme për rruazat e kuqe të gjakut dhe për sistemin tuaj nervor. E ftohura. Kur imuniteti është i fortë, ai do të mund që të mposhtë viruset dhe bakteret më shpejt. Konsumimi i 150 deri në 200 ml kos munden që t'ju ndihmojnë t'i shpëtoni simptomave të ftohurës, gripit dhe të problemeve me fytin. Nga ana tjetër, ju duhet të dini se kosi përgjysmon shanset e shfaqjes së këtyre sëmundjeve. Shëndeti i lëkurës. Kosi është një nga kurat më të mira për femrat. Ai e përmirëson lëkurën, gjithashtu shtrëngon poret dhe i jep lëkurës një elasticitet dhe gjithashtu shkëlqim. Kosi është mjaft i dobishëm kundër simptomave të plakjes, ankthi më i keq për shumë femra. Shëndeti i flokëve. Kosi është i dobishëm edhe kundër flokëve të thatë dhe të hollë. Ai forcon gjithashtu çdo qime të flokut, pastron skalpin nga zbokthi. Sigurisht që kosi duhet të jetë nga ai që përgatitet me far dhe jo i përpunuar. Mirë po duhet të dini, informacionet në këtë video mund të mos i përshtaten rrethanave tuaja shëndetësore, prandaj para përdorimit konsultohuni me mjekun tuaj. Informacionet në këtë video kanë për qëllim të plotësojnë dhe të mos zëvendësojnë këshillat e mjekut tuaj dhe nuk kanë për qëllim të mbulojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose efektet negative. Nëse doni të dëgjoni video tona që ne postojmë çdo ditë, kliko subscribe. Ju ftojmë gjithashtu të bëni like në video tona nëse i keni dëgjuar dhe pëlqyer ato. Faleminderit që e pat videon ton.
Shpërndajini këtë video në profilin tuaj në mënyrë që të informohen edhe shokët tuaj. Faleminderit!